se na iku Zyshkiti, tani do i jemi këtu me Zysh Urani, e cila në shkollën tonë ka qenë mësuese frëngjishte. Bonjour. Bonjour. Zysh, si jeni të pyes një herë? Shumë mirë. Pyes, se unë kam shumë qejf të pyes, si ju lindi dëshira për të bërë mësues? Me thënë të drejtën, në kohën time në 1977, mua më ka dalë e drejta e studimit për frëngjisht. Me ersek. Nuk e kisha qef. Mësuesin, por atëre të detyronin që të vije në atë degë që kishte nevojë rrethi, sepse unë e kisha babait ushtarak dhe doja të bëhesha ushtarak. Edhe oficere si babai me kapele. Në kohën që më thanë duhet të vesh të studiosh për frëngjisht, unë as frëngjishten nuk e njihja, as francën nuk e njihnim. Kam ardhur jo me dëshirë, kam ardhur 1 muaj me vonesë në shkollë, por pastaj u detyrova që t'i përshtatesha shkollës, t'i përshtatesha asaj që mu servir. Megjithatë, më vonë e kaloj në pasion, kaloj në dëshirë, kaloj në kënaqësi, të qenit me nxënësit ishte vërtet një gjë shumë e bukur. Aty mora vesh pastaj që vërtet profesioni i mësuesit ishte shumë i bukur. Të bëj një pyetje, a mendoni që mësuesia ka më shumë të bëjë me nxënësit apo me vetë mësuesin? Jo me vetë mësuesin, në fakt ka të bëjë më shumë me nxënësit. Sepse në momentin që ti ke nxënës shumë të mirë përpara, të cilët janë të interesuar për lëndën të cilën ti e jep, dhe të ndjekin me kënaqësi dhe të ndjekin me këshëri, atëherë të lind ty detyra dhe pasion që tu japësh atë që ata duan. Prandaj them varet nga nxënësi, se nëse ti ke në klasë nxënës të cilët nuk e duan, edhe pasioni që ti ke të humbehet. Megjithatë, edhe atë klasë e bën për së mari, nëse ti vërtet e ke pasion dhe gjen mënyra të tjera, gjen metoda të tjera, që nxënësit ja për të dashur lëndën, përsëri e gjen. Po përsëri, po s'ke pasion? Nuk arritet. Nuk arrin nivelet që do, cilësinë që do. Se çdo gjë kalohet. Mos thash, jam një mësuese. Bën ato rëndësimit. Au revoir. Po, ndërbrezën me që keni parë ju, a ka rënë dëshira e personave që duan të vazhdojnë mësuesin? Fatkeqësisht po. Si mund të motivojnë? Çfarë është një gjë që mund të bëjnë që të shtojnë këta persona? Se nuk e duan mësuesin nxënësit. Pyesni shokët tuaj, ose ju jeni tani në maturë. A ka njëri që do të zgjedhë mësuesin? Fatkeqësisht jo. Dhe nuk e di pse ndodh kjo gjë. Ndoshta nga që kanë marrë vesh që rroga e mësuesit ka qenë ulët, mësuesi ka qenë pak i pavlerësuar si duhet. Nuk e di çfarë mendon brezi juaj që nuk e do mësuesin. Unë do t'ju jepja një këshill dhe do t'ju thosha kështu, një mesazh që lumaj që bëhet mësues, lumaj që punon me rini, lumaj që punon me fëmijë, se gjithë jetën do jetë rini. Unë ja dedikoj rinin time, sa unë tani jam rini, po mendoj që jam kaq energjike, sepse kam punuar me nxënës dhe kam marrë dashurinë e nxënësve, edhe energjinë e nxënësve. Ja kam dhënë, e kam marrë. Po, edhe te pjesa e gjuhësisë, unë kam mamin vetë pedagoge të gjermanishtes dhe e di shumë mirë që te pjesa e gjuhësisë sa vjen edhe bie numri i studentëve që aplikojnë për sidomos studenta. Mendoj që duhet ketë një zgjidhje, një mënyrë ndryshe, domethënë se si ne mund t'i motivojmë sa më shumë nxënësit. Ndoshta edhe interneti, po, unë mendoj edhe këtë, ndoshta edhe interneti dhe këto rrjete sociale bëjnë, domethënë ndikojnë negativisht që një i ri të vazhdojë për gjuhë tuaj, sepse mëson edhe nëpërmjet internetit gjuhën. Sot anglishtën e din fëmijët që bebe. Gjithë ditën dëgjojnë këngët anglisht ose gjermanisht, sipas orientimit të prindërve, siç po unë po mësoj mbesave frëngjishte. Dhe kështu vetë kjo gjë duke i mësuar që të vegjël nuk u lin më dëshira që të vënë për mësuesi për gjuhë të huaj. Dhe ndoshta edhe me ato gjuhë të huaj që mësojnë që të vegjël, mendojnë pastaj që me gjuhën e huaj të çajnë dhe të vënë diku në Francë, nëse vjen frëngjishtën apo të vënë diku në Amerikë, ose din anglishtën. Pra dhe kjo ndikon negativisht që një nxënës të zgjedhë të vejë për mësuesi. Unë kam parë edhe një fenomen tjetër që janë persona që mësojnë gjuhën, e përvetsojnë, dhe nuk vazhdojnë mësuesin, po vendosin të bëjnë për shembull kurse online. Po pra, prandaj thash që këto ndikojnë negativisht. Fatkeqësisht ndikojnë negativisht në përzgjedhjen që mund të bëjë një i ri për të vazhduar mësuesin. Megjithatë, unë kur kam qenë mësuese këtu në Petronin gjithmonë thosha gocave, zgjidheni mësuesin. Është shumë e bukur.
është një profesion shumë i bukur, po vetëm që duhet pasion. Po s'ke pasion pastaj. Unë edhe atyre gocave që vinin bënin stazhin këtu në shkollën tonë, gjithmonë ju thosha, ndoshta ju pëlqen mësuesia, por po s'mësuat. Po nuk u futët të përgatitura në klasë. Unë i thosha kështu, do zgjedhoni folje netre, mësojni një në shtëpinë tuaj. Shkruani dieter, që kur të dalësh para nxënësit ti je i bindur që do të saktë. Mos bëj një gabim. Në momentin që nxënësit e kapin një gabim, humbet dhe pastaj ke frikë të futesh prapë në orën tjetër dhe humbet dashuria për profesion. Çfarë është një moment i bukur që ju e kujtoni gjithmonë? Shiko, unë këtu në Petronin kam kaluar gjithmonë momente të bukura, por më të bukurat kanë qenë momentet e frankofonisë. Ju keni qenë këtu sa bukur organizohet frankofonia, dhe është një bërë aktivitete vërtet shumë të bukura dhe unë atë nuk jaroj kur. Vile vjetë bashkë kemi bërë dhe një podcast po për këtë. Për frankofonia. Për frankofonia. Dhe kam kaluar momente shumë të bukura, jo vetëm me nxënës, edhe me kolegë, edhe me drejtues, kemi kaluar shumë mirë. Zysh, duam të falenderojmë shumë për fjalët e bukura dhe mesazhet që na dhat sot. Një mesazh të fundit. Po, e para një t'ju falenderoj unë juve që na ftuat, sepse menduam se ishim të harruar, po s'kas kemi qenë të harruar. Dhe është krenari dhe unë u ndjeva shumë e lumtur që isha ftuar sot nga ju. Dhe mesazhi im është ta duan mësuesin. Vazhdoj të aplikoj nxënës, bile dhe ju me podcastet tuaja të dërgoni mesazhe sa më shumë